pak edhe problem, sidomos kur fëmijët janë pushim prej shkollave, janë shtëpi. Ku gabojmë mas shumë ti me ushqime gjatë këtyre ditëve Lenë? Është te sasia edhe jo disiplina. Thjesht mendoj që gjatë verës e marrim hajtë se kalon, hajtë se kemi festa, hajtë se kemi angazhime, fëmijët janë shpe na ndron komplet rutina, sidomos këta 2 muaj të korrek edhe gusht që janë muajt më të nxehtë, pushimet, edhe prishim atë rutinën e përditshme, edhe normal që kemi shumë mundësi. Përdesa ki shumë mundësi, ti bon edhe ato zakonet e vjetra, i merë edhe këto të reja të një farforme e prishat rutinën që, disiplinën që e ki. Kryesisht janë ushqimet jashtë, vetë vera, temperaturat e larta nështë ta ullet pa koreksi, ose rritet oreksi për gjana që s'janë të nevojshme, për sheqer kryesisht për karbohidrate. Edhe normal që i zgjedhim tani ushqimet që janë më të shpejta, ushqimet që ato që janë më të shpejta janë ushqimet që janë acidike edhe ushqimet që mujnë edhe me izolu bakterje, mikroorganizmat ndryshme, e si rezultati kësaj na pësojmë edhe me helmime ose me smundime, smundjet ndryshme që vjellje, barqitje, këto diare.